as me ta për t'ua komunikuar, është e kundërta. Ata më këshillojnë mua, i dëgjoj, dhe pastaj në fund... Ishte një deklaratë e Lumir Abdigjikut, kreut Lidhjes Demokratike të Kosovës, që tha që synon ta bëj bashkë të djathtën, dhe në atë e përfshiu edhe Vjosa Osmanin, si emër. Madje, ka pas spekulime që ju do të jeni bartës e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e ardhshme. A është e vërtetë? Ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me zotin Abdigjiku, me Lumirin, për një kohë të gjatë, sepse edhe njihemi shumë gjatë, edhe kemi bashkëpuntuar kur kemi qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur unë jam përjashtuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ai ka qenë ndër njerëzit e pakt që publikisht ka kundërshtuar vendimin e atëhershëm. Kemi bashkëpunuar shumë mirë në kohën kur jam zgjedh presidente, siç e dini e ka përkrahur nëpërmjet mundësimit të kuorumit të partisë që ai në atë kohë e udhëheqte. Përgjatë këtyre 5 viteve, jo domosdoshmërisht gjithnjë jemi pajtuar, por kjo në asnjë moment nuk e ka qenë drejtim të bojkotit, në drejtim të linçimit në raport me mua, edhe kur ndoshta vendimet e njëri tjetrit nuk i kemi parë si të duhura. Dhe në të njëjtën kohë kemi mbajt një raport korrekt bashkëpunimi dhe natyrisht që sa i përket vendimeve politike për të ardhmen, unë e përmenda këtë vendim e marr bashkë me qytetarët e Republikës së Kosovës, kudo që shkoj, edhe ata kanë pyetje për mua, njëjtë sikur ju tani, por edhe unë kam shumë pyetje për ta. Është vullneti i tyre që është baza e gjithçkaje, vullneti i tyre dhe këtë vullnet do ta respektoj deri në fund. Nuk është e pamundur me pa rikthimin e Vjosa Osmanit në LDK. Vullneti i qytetarëve do ta përcaktoj rrugën time. Unë për momentin nuk mund të flas për mekanizmat e bashkëpunimit në raport me partitë politike, për shkak se sapo kam përfunduar mandatin tim. Ajo çfarë dua ta sqaroj është që do t'i dëgjoj qytetarët, do ta dëgjoj zërin e tyre. Siç e kam bërë gjithnjë, do ta dëgjoj edhe kësaj radhe zërin e tyre, do ta shoh ku e kërkojnë ata angazhimin tim, apo nëse thonë mos u angazho, ndoshta s'angazhohem. Varet kënë pyet, nëse i pyet votuesit e VV-s kanë më thonë mos u angazho. Deri sot nuk kam takuar asnjë qytetar që më ka thënë mos u angazho. Nuk i pas alo. Deri tani. Kjo nuk do të thotë që nuk do të takojmë të tillë, nuk do të thotë, sepse siç e përmenda unë nuk dëshiroj me i hy asnjë procesi me pritje të mëdha, por ju siguroj që i hyj me punë të madhe, dhe angazhim të madh. Ishte interesant sjellja e ish subjektit që e themelut ju, Guxos. Pra një deputet dha dorëheqje prej grupit parlamentar, Haxhi Abdyli, po disi partia, pra ajo që nëse mund të quhet parti, pra me qenë se s'ka garu asnjëherë vetëm, po është subjekt në i regjistrum, pati një qasje disi interesante në raport me juve, thënë kështu mas buti. Për shkak se ju, ata emra që janë, pra kanë hy përmes jush. Pra në kohën për shembull Donika Gërvalla, ku është përjashtuar i LDK-s, ju ja jepni një dorë asaj, e merrni bashkë edhe kthehej pastaj në 2021 me natë fitore në 14 shkurtit, ose Faton Peci që ka qenë këshilltar në përministrit të LDK-s, po ju i jepni peshën që e ka, etj. Disi nuk ishin shumë entuziast në raport me ju. Nuk di nëse ka tjerë, ose çfarë po ndodh aty. Po kisha më dashur një mendim tuaj. Unë dua ta falenderoj deputetin Haxhi Abdyli, ka edhe deputet të tjerë të cilët e kanë ngritë zërin edhe në takime të grupeve parlamentare, edhe në takime të tjera, kanë mbajtur qendrim parimor, kanë mbajtur qendrim vlerësues rreth punës që e kanë bërë si presidente e Republikës dhe rreth kauzës së përbashkët për të cilën kemi punuar dhe jemi angazhuar. Deputeti Abdyli në veçanti ka treguar një qendrim parimor shkaku i linçimeve të jashtëzakonshme që janë bërë në raport me mua përgjatë kësaj periudhe, të cilat kanë qenë të papranueshme për të, por sa i përket hezitimit të kujt do tjetër, unë një gjë dua t'ju siguroj, te qytetarët s'po shoh hezitim. As pak, nuk po shoh hezitim. Po shoh besim. Besim po shoh. Ata nuk po lejojnë që propaganda të vendoset para punës së ndershme. Nuk po lejojnë. Dhe kjo është çka ka rëndësi për mua. Kisha më dashur në fund një vlerësim tuaj
për figurën e Albin Kurtit, për qeverisjen dhe për atë personalisht? Nuk besoj që jam këtu për të bërë vlerësime të tilla. Unë jam këtu për të bërë vlerësime të punës, të bashkëpunimit, të gjitha i tham pak a shumë deri tani. Shumë gjëra të tjera mund të presin për ndonjë fazë tjetër. Unë kam bashkëpunuar me kryeministrin në interes të Republikës së Kosovës. A ja ka vlerë ky bashkëpunim? Kam punuar në interes të Republikës së Kosovës dhe çdo punë në interes të Republikës së Kosovës natyrisht që ja vlen. Kam punuar pa asnjë hile, e kam bërë atë çfarë vërtet kam pas bindje të plot është në interes të vendit tonë, edhe kur kemi pasur dallime, e kemi operacionalizuar në interes të vendit, sepse ka pas rëndësi në këtë fazë që dikush ta mbajë të fortë aleancën, komunikimin strategjik me miqtë tanë, se ka qenë interes të vendit, se atë askush nuk e bën për vetëm, por bëhet për vendin. Dhe këtë bashkëpunim e kam bërë me besim të plot. Unë kam besu në këtë bashkëpunim. Rrjedhimisht edhe kam dashur që të vazhdohet. Ai ka menduar ndryshe, në rregull është, atë e ka vendosur, ka qenë vendim i tij që mos ta vazhdojmë. A ka përfunduar gjithçka rreth bashkëpunimit tuaj? Dëgjoj, në të ardhmen askush nuk mund të flas apo ta paracaktoj. Në mars, në fillim të marsit të vitit 2020, sikur dikush të më thoshte që në fund të marsit 2020 unë nuk do të isha aty ku kam qenë politikisht, natyrisht që unë nuk do ta besoja. Por ju siguroj që çdo vendim që do ta marr do të jetë vetëm në interes qytetarëve. Ne jemi gjithë shqiptar, duhet ta gjejmë më të mirën brenda vetës. Askush nuk jemi perfekt, secili bëjmë gabime, duhet ta gjejmë më të mirën, edhe te partia në pushtet, edhe te partitë opozitare. Mua shpeshherë më kujtohet koha e shpalljes së pavarësisë. Edhe atëherë ka pas opozitë, ose koha e mbrojtjes së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë. Unë kam qenë pjesë e ekipit, por ka qenë shembull se si kemi punu të gjithë bashkë. Shembull ka qenë. Ne nuk kemi qenë në të njëjtën parti, por mënyra se si i kemi bashku atëherë forcat, edhe partitë mes vete, edhe me juve mediat, edhe me të gjithë të tjerët, në fund ka shku në interes të Kosovës. Prandaj ne duhet ta gjejmë më të mirën të secili dhe të punojmë me atë. Të punojmë me atë të mirë që e kanë dhe të sigurohemi që kjo, kur ti mbledhim të mirat e të gjithëve, kjo të bëhet një më e mirë, e madhe e përbashkët në interes të vendit tonë, por natyrisht që mbrojtjen e interesit të Kosovës duhet ta bëjmë edhe duke eliminuar linqimin si metodë, duke eliminuar propagandën si metodë. Nuk do të thotë që gjithnjë të pajtohemi me qëndrime politike, por duhet ta kuptojmë që duhet të mundohemi që të ndërtojmë mura, se mi djegë është shumë letë. Është shumë letë me i djegë ato djegën me lloj-lloj linqimesh, por unë jam i interesuar që me shqiptarët e këtij vendi dhe me secilin qytetar edhe që i takon komuniteteve tjera që beson në Republikën e Kosovës sovrane, në këta kufi të paprekshëm dhe të integruar në institucionet euroatlantike, e në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,